pa video. Ja çek makinën në tërjetë. Një ditë pas bërjes publike të faturës që ka shpenzuar për fitoren e Partisë Socialiste në Lezhë në 2013, ish kandidati PS-s në këtë qark Eduard Ndocaj ka reaguar sërish duke shpërthyer në akuzën ndaj drejtuesve të majt. Në deklaratën e tij për mediat, Ndocaj ka bërë të ditur se i është kërkuar nga vetë Partia Socialiste të sponsorizojë në fushat, ndërsa shtoi se drejtuesit e kësaj force politike në këtë rreth janë shitur tek LSI-ja. Partia Socialiste po ndron siglën e saj, po bën një operacion plastik në fytyrë dhe po bëhet LSI totalisht. Të jetë një deklaratë të tillë që unë nuk kam qenë antar i Partisë Socialiste dhe pas kam qenë kandidat i Partisë Socialiste, kjo është abuzim me fjalë. Pas akuzave të ngritura ka reaguar edhe Selia Roz në Lezhë. Në një dalje për mediat, kreu i Partisë Socialiste Bert Çuko i ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga Ndocaj. Por Partia Socialiste i bën me dije zotit Ndocaj se ajo që na bashkon në familjen tonë të madhe socialiste është ideali dhe programi. Një ditë më parë, ish kandidati i Partisë Socialiste Eduard Ndocaj publikoi një faturë prej 60 milion lekësh të reja që kishte shpenzuar për fitoren e të majtës, shpenzim që sipas tij ka shkuar në interes të një grupi njerëzish të caktuar dhe jo në të mirë të banorëve të qarkut Lezhë.